Ja, si dënoj e tradhtia e të martuarve në lashtësi. Ndiqeni me kujdes sepse jam i bindur që do habiteni. Tani do t'ju tregoj disa popuj, mes tyre edhe Shqipëria, se si ata dënonin pabesinë e burrave të martuar në lashtësi. Me të fundit do t'ju surprizoj, e mbase mbledhin mendjen ata që tradhtojnë. Pleqtë e moshëm shqiptar dikur thoshin se do të vi një ditë që marrëdhëniet intime do të bëhen si gara atletike mes njerëzve, dhe me sa duket dal nga dal po arrin ajo ditë. Po a e dini se në lashtësi tradhtia ishte tepër e rëndë? Atëherë si silleshin ndaj pabesisë? Okej, dëgjojeni me kujdes. Për romakët, tradhtia ishte një krim publik. Po, kishin një ligj që quhej Lex Lulia de Adulteris Coercentis. Pra, nëse një burr kapte gruan në flagrancë me një tjetër, ai kishte të drejtë që të vriste dashnorin e gruas, aty, në vend, në mënyrë brutale, pra si të donte, ose ta plagoste që të vinin ta merrnin ushtarët. Kishte edhe nga ata që nuk donin të lyenin duart dhe ja linin që të vendoste gjykata. Kurse të pasurve u merrnin pronat duke ja u konfiskuar. Madje në disa raste u prisnin dhe kokën. Ndërsa të varfrit që s'kishin asnjë vlerë shoqërore përfundonin në Koloseo, me pak fjalë si ushqim për kafshët. Ndërsa marrëdhëniet seksuale me një sklav apo me një kurtizane ose me një grua të pamartuar nuk konsiderohej një tradhti. Megjithatë, shpesh këta meshkuj përbuzeshin nga masa, e më shumë nga oborret, e kështu nuk i lejoni që të futeshin brenda. Hebrejt e kishin ndryshe, sipas ligjeve hebraike, ashtu siç përcaktohen në ligjin aktual, pasi e thërrisnin tradhtarin në qendër e qellonin me gur. Kur orshkelja mashkullore me gruan e një burri tjetër konsiderohej zina, kështu quhej, një shkelje e rëndë e ligjit dhe një tmerr familjar. Fajtorët përjashtoheshin publikisht nga i vend, shpesh vriteshin me gur deri në vdekje. Ndërsa për kinën e lashtë ndodhte diçka tjetër, tepër e rëndë, me një ashpërsi dënimi të pakrahasueshëm, sepse burrin e privonin nga viriliteti. Mashkulli që kapej me një grua tjetër konsiderohej një shkelës sikurorës familjare, pra një krim i rëndë, sepse për ta familja ishte tepër e shenjtë. E kështu burrin e çonin në sheshin kryesor të vendit e pastaj aty përpara njerëzve ja prisnin organin. Një amputim vërtet brutal dhe publik. Fajtori dënohej rënd, jeta e tij transformohej në një skëter, sepse askush më nuk i fliste. E kështu 90% prej tyre braktisnin vendin, duke ikur i gjetk dhe s'ktheheshin më. Po në Iliri, çfarë ndodhte në atë kohë? Nga gojdhënat e të moshuarve tregohet se në trojet shqiptare, kur një burr apo një grua tradhtonte kurorën familjare, pasi e thërrisnin në sheshin e qendrës, merrnin dënimin nga pleqtë e qytetit apo të fshatit. Mandej njerëzit bënin një rreth dhe e pështynin. Pastaj i lidhnin duart dhe e hipnin në gomar s'të prapthi. E pasi e qellonin gomarin, e shtynin të ikte së bashku me të ofenduarin, që të dilnin jashtë qytetit apo fshatit, duke e braktisur atë vend për gjithmonë. Pra kjo ndodhte në Ilirin e lashtë. Por tashmë gjërat kanë ndryshuar, duket se po ndodhe kundërta. Megjithatë, juve çfarë ju vjen ndërmend për të thënë në një diskutim si ky, që ma merr mendja është tepër serioz? Pres komentet tuaja dhe ndajeni këtë informacion. Kemi vërej që disa prej jush shohin këtë video, por nuk janë lidhur me këtë faqe. Do t'ju lutesha që ta bëni, juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju faleminderit që jemi për bashkë dhe ju faleminderit për mbështetjen, një e nga një.